Janë kujtime të Kosovës së viteve 80 dhe 90. Vepra një amerikane në Kosovë shkon përtej një udhëpërshkrimi të zakonshëm. Si antropologe që kërkonte materiale për temën e saj të magjistraturës, Janet Reinek në fillim të viteve 80 u ndal në Kosovë. Amerikania, tash autore e librit Një Amerikane në Kosovë, botuar nga botimet Koha, përshkruan Prishtinën e para gati 50 vjetëve, Rugovën, Opojën e Hasin. Në librin që është promovuar të enjtë në kuadër të panajirit të librit, ajo tregon për misionin humanitar në fshatrat e Vitisë gjatë viteve 90. Telashet e vajzave për të vazhduar shkollimin, traditat e dikurshme bashkë me mendësinë e asaj kohe, zën vend në veprën e saj që vjen krahas studimit në cilësinë prej antropologeje. Janet do të vinte e të shkonte, por në mendje do t'i ngulitej një ide, që vitet e pensionimit t'i kalonte në Kosovë, duke bërë atë që di mas miri, që ta vazhdonte kërkimin në terren, por tash në një formë ndryshe. Soroj ka përmendur se para 2 vjetësh ajo nisi emisionin Amerikania përsëri në Kosovë. Ideja e saj ishte që të shtektonte viseve të ndryshme të Kosovës dhe tokave të tjera shqiptare e të fliste me njerëzit e rëndomt për veçoritë, telashet e gëzimet. Me një fjalë, për jetën jashtë kornizave të paragjykuara. Janet ja doli na I pushtonte edhe zemrat. E besoj se të pakt janë ata që nuk do ta kenë parë në ekran e të cilët nuk do ta njohin në rrugët e cilit do vendbanim në Kosovë. Vet autorja në promovimin e ribotimit të librit ka shpalosur gjere gjatë historinë e saj me Kosovën. Kur kam qenë këtu në 81, kam dash me shku në Kufi, kam dash me shku në Opoj, me hullum tu e s'më kanë lanë, se ka qenë në Kufi me Shqipni. E në 81 s'më kanë lanë, se kanë mendu që jam pritësia. Në fillim kur s'ka pas as një Amerikane këtu, kur ku s'ka ditë anglisht, duhet me marë parasysh që ka qenë Kosovë që atëherë. Bazën e njohjes me shqiptarët e ka në vitet 80. Do thot ato vitet 80 kanë qenë shumë punë me kuptu kush janë shqiptar edhe çka jeni ju, kam shku në përkrejt Kosovë. Libri I saj nëpërmjet perspektivës së një amerikaneje dalet në detaje të holla të jetës e mentalitetit të shqiptarëve të Kosovës.